video duhet të jenë funnel. Se ti nuk do ti të vesh tek njerëzit. Nëse ti e bën strategjinë e kontentit siç duhet, njerëzit do vinë tek ty. Që do të thotë që nëse ti jep vlerë dhe në fund fare thonë se ju doni të mësoni si, komentoj të fjalë do t'ju çojë një trajnim falas apo do t'ju ftoni një trajnim falas. Gjithta që komentuan, pak a shumë dhe ti si komentove tek postimet e mia, duke qenë se ti erdhe tek unë nuk kam se ndiem sikur do të mbush mendjen shumë se tek e fundit ti kërkove ndihmë. Ti nuk ndihesh sikur po bën cold pitching, prap ata erdhën. Futesh në muhabet me informacione për të parë njerëz që prit çfarë kanë problem, mbas se ti duan produkte. Nëse punojnë full time dhe nuk do të kenë kohë, se ti do jetë klient, që ti ndan, që okay, do jetë klient apo do jetë coach. Dhe pastaj jep informacionet e dura. Merr dhe emailin, që thotë që hey, ne ndonjëherë kemi të ftuar special që japin jo motivim, po japin këshilla. Ke një adresë emaili që dhe nëse nuk bëhesh pjesë, të vazhdosh marrësh këshilla e detoxit apo tjera. Ti fillo të mbledhësh emaile, sepse ti këtë faqe sot e ke, nëse mund të mos e kesh. Nuk e kontrollon fare Instagram. Unë kam humbur përpara llogari Instagrami. Pra faqet që kam unë si faqe që kam parë si që në fillim. E kanë filluar nga zero. E humbe dhe në vërtet nuk ka asgjë që mund të bësh. Po emailet është një gjë që si thua një extra layer që njerëzit zërs i hapin të gjithë.